Mirë. Ndërkohë me eksperiencën me ekipet tjera, Skënderbeu po ashtu keni drejtuar apo jo? Me Skënderbeu po, fillova si trener në kategoria parë. Ishin kampion gjithë bashk, pastaj ishte edhe një vit sukses për futbolli korçar, nëse më të them si kështu për Skënderbeu edhe për mua. Ishim në Superliga, ishim në vendi tret, luem edhe Final Four, edhe ishte një vit të gjusëm, apo 2 vit ishte shumë bukur për mua, shumë sukses, shumë eksperiencë mirë. Korça ka një ambient shumë e bukur për puna, është qetë, ambienti i qetë, edhe ishte mirë për mua. Ndërkohë me Elbasanin si po ndihenim? Deri tani mirë, edhe mas Korçës, më firmos me Elbasanin në një momenti edhe vështirë për Elbasanin, sepse ishim në vendi 8 apo 7, nëse jam drejt. Dhe ndryshimi është bërë shumë i dukshëm, kështu që... Po, por gjithë bashkë, sepse edhe Elbasani, unë isha me fat sepse Elbasani ka një, është klubi fort, ka një njerëz brenda klubit shumë, ata shumë kuptoj futbolli, do japi besim dhe durim tek stafi, edhe kjo ishte plus edhe për mua. Edhe pastaj... Nga drejtuesit, po thua? Po, drejtuesi president gjitha. Edhe ishte për mua pak si plus, do punojmë qetë, por unë e di prap, puna treneret varet nga rezultati. Edhe deri tani kemi rezultati korrekt, mu të them. Shumë e vërtet. Po në qose do e përshkruaje pak grupin tënd, çfarë mendon që ka të veçantë ekipi juaj që drejtoni? Veçantë kemi një harmoni mrekullueshme. Nga fillimi kur firmos unë deri tani qunat punoj shumë e mirë, gjithë jemi përqendruar për do bëjmë rezultati mirë. Kemi një harmoni shumë e fortë nga presidenti, direktorët, stafi edhe lojtarët. Edhe pa tjetër duat të falenderoj edhe për tifozat Tigrat, sepse kemi edhe tifozat shumë... E vërtet që Elbasani ka tifozat? Nuk më të tem, shumë e fort, shumë e bukur, sepse ata ishte me ne çdo në ndeshje dhe kjo është një pika fort për ne. Po në fakt me qenë se ma përmend dhe këtë çështje fiks, aty doja edhe unë të të bëja një pyetje. Shohim që ndeshjet kryesisht luhen në mes të javës edhe gjatë drekës, sikur i disfavorizon apo jo tifozët, se shumica për tyre mund të jenë angazhime në punë. A mendon që mund të bëhet diçka në mënyrë që ndeshjet të luhen gjatë mbrëmjes, kur mund të kenë përfunduar këto angazhime dhe të ketë më shumë stadiumi, më shumë tifozë dhe ndeshja është më e bukur për të parë. Unë mendoj po, edhe ti e drejtë, Nila. Edhe sot kur ishte në ndeshje Vora Partizani ishte në një orare pak, si të them, neshi pak orare... Pa favorshëm, për praninë e tifozëve. Tani edhe për ne, por kjo është regula nga federata, neve do respektojmë edhe do vazhdojnë si kështu. Por do është nëse mu do me pak me vonë, do është edhe mirë është për tifoza, pa tjetër. E vërtet. Mirë, ndalimi pak të kupa Gvozdenovic, që arritët kualifikimin ndaj flamurtarit dhe në çerk finale, ndërkohë do të përballeni me Partizanin. Cilat janë pritshmëritë fillimisht për këtë ndeshje dhe më pas më tutje, si e shikon? Tani kemi kundër flamurtarit ishte një në ndeshje dhe ishte vështirë, por edhe ne ishim pak favorizuar sepse ishim luajm në shtëpi. Tani kemi 2 në ndeshje kundër Partizani, 11 shkurt edhe 4 mars, nëse jam drejt. Pa tjetër është në ndeshje interesante edhe në ndeshje fort, do më tonë apu. Per mua është 50-50, kush do kaloj tek turi tjetër. Kemi përballë një skuadra fort, si Partizani, edhe do shikojmë, do shohim, por ne jemi gati për një luftë futbolli. Patjetër, dhe lufta e futbollit bëhet me zemër, besoj, me mendje të qetë, cilat janë këshillat që ju jep më së shumti lojtarëve? Edhe me zemër, edhe me mendje të qetë, domethënë gjithë bashkë, po. Sepse duhet, patjetër, por edhe qetësia është e rëndësishme, por edhe pak zemër do futbolli, paktën edhe të kombëtarja këtë gjë, themi më shpesh të ketë zemër. Emocia është shumë rëndësishme edhe një mirë energji pozitiv, si të them. Kjo është shumë rëndësishme. Patjetër, për të përcjellur. Objektivi kryesor, zona europiane. Me këtë që ju po përshkruani, ndoshta dhe me afrimet e reja, beson çfarë tjetër ndoshta mund t'ju ndihmoj? Po deri tani as gjë vetëm me afrimet, edhe do vazhdojmë me këto ritëm. Sepse tani filloi faza 3 dhe faza 3 është shumë rëndësishme dhe shumë vështirë. Unë e di nga eksperjenca im vitit kaluar.
kjo është e vetëm çfarë mund do bëjmë më shumë, domethënë do vazhdojmë me vazhdimsi edhe do presim për lojtarët. Okej, unë uroj shumë që t'i siguroni objektivat tuaj të parë. Dhe meqense kemi edhe 5 minuta në dispozicion, dua të më tregosh pak disa gjëra, ndoshta pak më personale, lidhur me jetën tënde në Shqipëri. Ti je tani në Elbasan përqendruar pranë ekipit apo jo? Po, jam jeton në Elbasan, sepse andeshte me thjesht për mua, kemi stërvitje ditë për ditë. Okej. Ashtu nis me stërvitjen e mëngjesit? Po, tani kemi stërvitje çdo ditë në orën 11:00, domethënë mëngjesi. Jam gjithmonë pak me shpejt tek kompleksi jonë, kam nevojë për pak qetësi, filloj dita me një kafe shkurt, mendoj për stërvitje, ne jemi bashkë me stafi, do përgatitëm çfarë mund do bëjmë sot, do përgatitëm stërvitje, do mendojmë për ndeshje radhasi. Por pastaj mas stërvitjen jemi me qetë, edhe unë edhe stafi. Pastaj gjithmonë deri tani gjithmonë jemi bashkë edhe për një drek. Kjo është si mund të them tradita. Çdo ditë? Po, çdo ditë. Dhe çfarë konsumon në drek në Shqipëri dhe në Elbasan? Gjithë çfarë kemi në Elbasan, çfarë kemi në Shqipëri. Për shembull, unë provova tava kosi. Tavën e kosit, po. Kjo është nga Elbasani. Po. Të pëlqeu? Po, pëlqeu, domethënë. Ka pak më shumë yndër se ç'duhet ndoshta, nuk e di se si je ti me yndyrën, por që... Jo, unë nuk ka problem, unë mund do ham gjithë, domethënë jam rregull. Edhe kjo ishte dita, mund të them, nëse mund të them, ishte interesant, domethënë si shkon dita im. Po në Shqipëri në përgjithësi, çfarë ju pëlqen më shumë? Koha ishte shumë e bukur. Shqipëria ka klima shumë bukur. Nuk kemi dimër fort, okej, varet, Korça ka, Kuksi ka, nuk e di Shkodra, pak ka ndaj, apo Shkodra ka shumë shiu. Por Tirana, Elbasani, Durrës, Vlora, është koha perfekte dhe unë pëlqeu kur është dita grotë. Pa tjetër pastaj ushqimet është shumë e bukur. Çfarë kemi tjetër? Ke eksploruar zonat malore? Po. Kur isha tek Korça, isha tek Voskopoje dhe tek Darda. Tani jam tu isha tek Gjinar. Po, në Elbasan. Në Elbasan, domethënë e di unë shumë mirë Shqipëri. Kur ishte vera, isha tek jugu Shqipëri. Tek Vlora, Saranda, Ksamil, Himara. Edhe Bregdeti janë dhe shumë i bukur. Edhe Bregdeti është shumë bukur, po. Po ja, dhe pak muaj do na vi dhe vera përsëri, po këto ditë temperatura shumë ftohta. Për stërvitjen si ja keni bërë këto ditë që ka qenë shumë ftohtë? Në Elbasani neve kemi një problem vogël, sepse janë ndeshte fort vetëm kur kemi era. Kemi shumë era. Në Tirana ndoshta jo shumë si në Elbasani. Por nuk ishte shumë e fort, shumë e ftohtë, më fal. Ishte ndoshta 3-4 ditë, edhe prap filloj koha mirë. Domethënë, e tash unë nga fillimi tu në Shqipëri shqiptare ka një fat, sepse koha është e mirë. Është e mirë. Në fakt, të gjithë ata që ndoshta iken nga Shqipëria për x arsye, çfarë ju mungon ose më shumë ti koha e mirë e përmendin. Ne jemi në fund.